përket protestës. Fillimisht ishin grek, pastaj ishin disa skanarë të tjerë, përfunduan të iranianët, e të tjera. Ju si keni parë protestën, agjentët, në thojza, projektin e zhvillimit në Zvërnec, a është edhe kjo një siguri edhe në këto rrethana kushte gjeopolitike, nëse do vi një investim i tillë me një ambalazh amerikan edhe fonde të Katarit arabe? Po sigurisht tani, duke u përgjigjur pyetjes tënde, me vetë dëshirë nuk do isha në kuptimin, nuk kam ndonjë mendim që do kisha shpreh me dëshirë në këtë lidhje, apo ta jap mendimin e plot për këtë, por në respekt të pyetjes, gjithsesi do të thoja se nëse agjenturat kanë arrit më ardh do të thotë një energjie të akumuluar të popullit, ta dirigjojnë agjenturat e huaja, është tregues i mungesës së menaxhimit nga qeveria e shtetit shqiptar, sepse qeveria legjitime e Shqipënisë do të thotë ka për detyrë që ta ruajë integritetin e vet, jo vetëm territorial, por edhe atë të popullit, se populli është një prej shtyllave të shtetit. Dhe nëse agjentat e huaj arrin që ta thejnë integritetin të cilin e ke për detyrë si qeveri ta mbrosh, atëherë është tregues do të thotë i mospunës të qeverisë. Do kisha thënë, duke lënë anash, pastaj është temë tjetër, a ka agent të huaj për të cilët tani nuk jam i rezervuar të flas, por çka është definitive është mungesë e kapacitetit të qeverisë të mbuloj popullsinë e vet të cilën e ka detyrë në konceptin e shtetit në të cilin jetojmë ne sot. Në aspektin tjetër, se kisha pas qef me fol diçka mirë për Shqipërinë, është se shqiptarët po thonë që ne jemi këtu. Dhe nëse kjo nuk është përse kundër qeverisë aktuale, kanë dalë dhe kanë thënë se zotët e vendit jemi ne këtu, populli, por nëse s'ka një akumulim të energjisë kundër qeverisë, nuk do ishte realizueshme një super protestë e tillë, që do të thoja është goxha e madhe. Por protestat që na përcjell neve në Ballkanin ton, prej Serbisë, tani në Shqipëri. Do ta lidhë edhe me Serbinë. Vučići atje po reziston. Kjo këtu si do mbyllet në Tiranë, si mendoni? Unë me gjasa, tash preteksti i ishullit, me gjasa, sa kam informacion, nëse s'jam gabum, të lutem korrigjom, sepse me lajmet je shumë më përpara se unë. Ka kthyer tani, u nis për Zvërnecin, por protesta tani është politike me disa pika që në thelb kanë dorëheqjen e Ramës, si veri teknike, zgjedhje të reja, Rama në burg, Berisha në burg, pra shikojmë që tek klasa politike. Andaj unë po them ka një akumulim të shqiptarit në Shqipëni të pakënaqësisë me qeverinë e vet. Dhe kjo pastaj mund edhe të jetë se siç thot kryeministri agjenturat e tjera. Po agjenturat e tjera do të thotë kanë këtë hapësinë sepse qeveria vet nuk e mbulon këtë hapësinë, të cilën e ka detyrë nacionale. Nëse dështon qeveria në detyrën e vet nacionale, atëherë sido që të kthesh, do të thotë problemi është se qeveria duhet të mbuloj kënaqësinë e popullit duke decentralizuar pushtetin, sepse nuk jetojmë kohën e mbretënive. Dhe besoj fuqishëm se një qeveri që është e mbyllur shkakton këso lloj problemeve me popullatën. Dhe andaj varësisht se sa duhet të hapet, popullata ka qasje më direkte dhe ndihet më e përfaqësuar. Dhe sidoqoftë një protestë të tillë tani, siç po thoni edhe ju, po konkretizohet me objektive politike. Se si do të përfundoj, do ta shohim me gjitha gjasat, nuk dyshoj që në qytetarllokun shqiptar të Shqipërisë, dhe nuk dyshoj as në atë dashurinë që kanë shqiptarët për vendin e vet,
dhe tani nuk dyshojnë në kulturën shqiptare se dojnë një qeveri legjitime dhe me shpresën që do të vijë një më e mirë. Edhe në qoftë se kjo është super e mirë, pse mos jetë edhe më mirë. Zoti Gaxheli, për të ndarë në Kosovë një fitore Albin Kurti, por siç përmendet edhe gjërësisht një fitore si Epirros, pasi nuk arrin dot ta bëjë qeverinë vetën. Edhe në fakt derisa para 2-3 muajsh e kishte qeverinë vetën, kërkonte edhe presidentin, tani duket se i humbi të dyja. Unë këto zgjedhje në Republikën e Kosovës nuk i shoh si humbje të partisë së vendosje. Lëvizja vendosje në këto zgjedhje ka dalë fitues, dukshëm më e madhe se partitë opozitare, që është faktuale dhe kur ne nuk e them një gjë të tillë se pranojmë dhe e themi, do të thotë jemi jashtë realitetit dhe njeriu kur është jashtë realitetit nuk mund ta bëj asnjë ndryshim. Dhe kjo është faktuale se lëvizja vendosje ka dalë partia por dukshëm më e madhe se partitë tjera, por vlen të ceket se faktori ndërkombëtar tani që luan rol, që ka pas luajt gjithmonë rol qysh prej krijimit të shtetit të Republikës së Kosovës, me gjasa shpreh vullnet për me gjasa do të jep ka indikatorë që shprejnë vullnetin që të zgjedhin problemin e çështës institucionale të Republikës së Kosovës. Po ndërkombëtarët për të ndihmuar dialogun për të arritur një kompromis gjerë. Me gjitha gjasat po, dhe kjo ka qenë gjithmonë vullneti i alatëve tonë, që ne mos stagnojmë në zhvillimin e institucioneve. E dim edhe me rastin e presidentit zonja Antifete Jajalla, të cilën rast ne kemi kritikuar, e kemi përfolur, e kemi përqeshur, dhe që thot një fjalë popullore kush e qesh e vesh, dhe tani jemi që 2 vite duke luajtur rolin jo konstruktiv në respekt me shtetin, do të thotë nuk po mundem me zgjedhje. Kur ndikush zgjedhje na bënin aleatët dhe ne i tham që nuk duhet të përzihen në punën tonë brendshme, ata ishin të gatshëm të tërhiqen dhe ne mbetëm 2 vite me këto mençuri, me këtë inteligjencën tonë që kemi, me dijen tonë, që 2 vite kemi ngel duke u sillur rreth Kaçubës, thonë këtu në Kosovë, e në Amerikë thonë around the bush. Dhe tani me gjitha gjasat alatët tonë po shprehin vullnetin që të ndihmojnë, që do të thotë është kruciale për neve. Se një hyrje në këtë proces të amerikanëve apo vetëm të europianëve? Jo, ne pa amerikanët nuk çdo herë që kemi bërë hapa përpara, pa